Poezia dhe fizika kuantike, arti dhe skenca, tingëllojnë si dy botë krejtësisht të ndara, apo jo? E po, sot do të zbulojmë botën e një njeriu që jo vetëm beson se ato mund të bashkohen, por ka ndërtuar një filozofi të tërë rreth kësaj ideje. Po flasim për një arkitekt të vërtet idesh, Berzat Sadikin. Dhe gjithçka fillon me këtë ide kaq të fuqishme. Për Sadikun, fjala, ajo është shumë më tepër se sa thjesht komunikim. Mendojini kështu, fjala është dritë, një dritë që ndriçon mendjen. Është përgjegjësi, një peshë që e mban krijuesi. Dhe është udhëzim, një busull që na orienton. Kjo ide që fjala është një forcë aktive e gjallë, është në fakt shelsi për të hapur derën e gjithë botës së tij krijuese. E pikërisht këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Kjo na sill tek pyetja kryesore, tek misteri që qëndron në zemër të gjithë kësaj. Çfarë është kuantopoezia? Mos u shqetësoni sepse pikërisht këtë do të bëjmë. Do ta zbërthejmë këtë koncept kaq unik, pjesë-pjesë për ta kuptuar së bashku. Por, para se të zhyremi thellë në teori, ka kuptim të njohim pak njeriun, apo jo? Pra, kush është mendja që fshihet pas këtij vizioni kaq të guximshëm? Cila është forca krijuese që po ndërton këtë botë kuptim krejtësisht të ri? Gjëja e parë që duhet kuptuar për Sadikin është se është pothuajse e pamundur ta futësh në një kuti të vetme. Ta quash thjesht shkrimtar do ishte një padrejtësi e madhe. Ai është shkrimtar, po, por është edhe profesor, edhe piktor, përkthyes, hulumtues, madje edhe lider kulturor. Në fakt, ai është si një njeri i rilindjes në kohët moderne, dikush që nuk sheh mure mes fushave të ndryshme, por ndërton vazhdimisht ura mes tyre. Dhe kur shikon rrugtimin e tij, gjithçka fillon të marrë kuptim. Rrënjët e tij janë në Tetov, studimet në letërsi dhe komunikologji i dhanë atij, le të themi, veglat e punës, ndërsa profesioni si mësues që nga viti 2011 tregon diçka tjetër, një përkushtim për të mos e mbajtur dijen për vete, por për ta ndarë atë. Duket sikur çdo pjesë e jetës së tij, çdo përvojë, është një tull që ndërton këtë vepër të madhe krijuese. Mirë, tani që e njohëm pak më mirë njeriun, le të shohim se çfarë ka krijuar. Si përkthehet gjithë ky formim i gjithanshëm në vepra konkrete. Le të hyjmë në universin e tij krijues. Vepra e tij letrare është fascinante, sepse lëviz mes dy poleve. Në njërin anë kemi botën e fëmijëve, plot butësi, lojë, si shihet te titulli si Biezilja apo Abetare, shoqja e parë. E pastaj në anën tjetër, hidhemi në thellësi filozofike me vepra për të rritur si Ku u tret buzëqeshja apo Shtëpi prej shpirti. Kjo aftësi për të kaluar nga thjeshtësia absolute në kompleksitetin më të madh, kjo është vërtet shenjë një mjeshtrie. Por prisni, sepse historia nuk mbaron me librat. As pak, universi i tij zgjerohet shumë më tej. Ai edhe pikturon me vaj, akrilik, në formate digjitale. Ai ka themeluar shtëpinë botuese Mirësia dhe drejton shoqatën e shkrimtarëve pro litera. Dhe sikur të mos mjaftonte kjo, ai bën edhe studime shkencore serioze mbi gjuhësinë. Këtu e kupton që për të, krijimi nuk është thjesht një profesion, është një gjendje, një rrjedhë vetme energjie që shpërthen në forma të ndryshme, herë si fjalë, herë si ngjyrë, herë si analizë shkencore. Okej. Tani që kemi këtë panoramë të plotë të njeriu dhe veprës së tij të gjerë, mendoj se jemi gati. Jemi gati t'i kthehemi pyetjes së madhe, misteret që e lam pezull në fillim, le ta deshifrojmë një herë mirë. Çfarë fshihet pas fjalës kuantopoezi? Dhe ja ku e kemi për kufizimin. Kuantopoezia, një drejtim i letrar dhe filozofik, por le të ndalemi pak te përbërësit, se këtu është gjithë magjia. Poezi, në rregull, ndërgjegje, dritë dhe fizika kuantike. Kjo është e jashtëzakonshme, ajo që Sadiki po bën, në thelb është të ndërtojë një urë mes botave që ne i kemi mbajtur gjithmonë të ndara. Arti poetik, shpirti njerëzor dhe shkenca më avangarde. Okej, mund të tingëllojë komplekse, por le ta thjeshtojmë në 3 pika themelore. Pika e parë, poezia nuk është thjesht tekst, është energji mendore. Fjalët nuk janë simbole të vdekura, por frekuenca të gjalla të energjisë shpirtërore. Pika e dytë, ekzistojnë lidhje të padukshme. Këtu ai eksploron idenë se mendimi, materia dhe ndërgjegja janë të lidhura në mënyra misterioze, të fshehta. Dhe pika e tretë, që i lidh të gjitha bashk, një shkrirje krijuese. Fjala, ngjyra e pikturës dhe mendimi kuantik, të gjitha këto bëhen një gjuhë e vetme, një mjet i vetëm për të krijuar. Dhe pikërisht këtu e kupton se sa e madhe është ambicia e këtij projekti. Kjo shkon përtej letërsisë. Sadiki nuk po shkruan thjesht tekste. Ai po ndërton sisteme të tëra mendimi. Ai nuk po krijon thjesht poezi, por po hap horizonte të reja filozofike. Nuk është art për hir të artit, është në kuptimin e plot të fjalës arkitekturë mendimi. Mirë, por pse gjithë kjo? Cili është qëllimi final? Çfarë trashëgimie synon të lërë pas Sadiki me këtë sistem kaq të ndërlikuar? Le të shohim.
Përgjigjen na jep vetë ai, me fjalët e tij. Letërsia dhe arti janë dy dritat e një shpirti. Kjo është e mrekullueshme. Pra, për të, arti nuk është thjesht një shprehje e egos. Jo, është një mjet, një vegël me një qëllim shumë specifik, të ndriçojë rrugën e njerëzimit drejt vetdijes, drejt një harmonie universale. Kjo, në thelb, është kredoja e tij, misioni i tij, e gjithë vepra e tij është një shërbim. Një shërbim ndaj fjalës, jo ndaj famës, një shërbim ndaj dritës, jo ndaj hijes, dhe një shërbim ndaj së vërtetës, jo thjesht ndaj zbukurimit. Kjo e kalon idenë e një karriere. Ky është një mision jete. Dhe kështu, në fund të këtij udhëtimi, kthehemi te pyetja fillestare, por tani me një peshë tjetër. A mundet vërtet që arti dhe shkenca të mos jenë dy botë kundërshtare, por dy drita të njëjtit shpirt? Kjo nuk është thjesht një pyetje retorike. Kjo është ftesa që na bën Bersat Sadiki, një ftesë për të guxuar të mendojmë për te kufive që na janë mësuar.